Po ndoshta është problemi i këtij kalimi të komunikimit, domethënë ku kemi pas gazeta, që kanë qenë një numër i kufizuar, edhe televizionet të caktuara, dhe çdo publikim aty është filtruar edhe është marrë si e vërtetë absolute, dhe kalimi në rrjetet sociale që ki pas mundësi në lloj-llojshmëri edhe webi, domethënë faqe të ndryshme, lloj-lloj informacione që ka qarkullu, po ideja me qenë se është publike, të na është kryer përshtypja që çka del aty në internet është e vërtetë, është e saktë. Domethënë ky është ai e quaj mos më quaj deformim, po ky kalim ka ndikuar më shumë, po edhe mungesa pastaj e përcjelljes së këtij edukimi se si duhet të informohemi në internet, kryesisht edhe në media sociale në përgjithësi. Domethënë një edukim i mirëfill se këto çka publikohet aty jo domosdoshmërisht janë të sakta, sepse secili prej nesh është publikues, figurojnë me fake account, me llogari fake, me imazhe aty, duket një person, po ai person se ekziston, se është gjeneruar imazhi me inteligjencë artificiale, dhe nëse nuk e arrim edukimin e tillë medial pequi dhe digital në atë formë që sot me eduku masën që këto përmbajtje duhet mi marrë me rezervë, edhe shpesh që thamonet, domethënë bëni like ose follow disa media që dihet të na kush janë kredibile, pjesa tjetër nuk është me rëndësi. Domethënë s'ka me rëndësi se nëse informacioni nuk ka qarkulluar në këto media, domethënë ose është dezinformat ose është i parëndësishëm, domethënë nuk të prek ty, domethënë s'ki nevojë më madhe.